të segmenti 2 I podcastit ton. Do flasim tani për tregjet e indekseve. Kryesisht do flasim për indeksin S&P 500 që ka të bëjë me 500 kompanitë me market cap më të lartë në Amerikë dhe Nasdaq 100 që ka të bëjë me 100 kompanitë me market cap më të lartë në Amerikë. Një është më shumë të sektoret teknologjike, Nasdaqu dhe Russell 2000 ose Russell 2000 që ka përfshin 2000 kompanitë me market cap më të vogël që janë kompani në rritje, ka të bëjmë me kompani më të vogla, më të rrezikshme dhe atë do ta muloj. Gjithashtu do mulojmë dhe VIX-in. Këtu kemi grafikën time për S&P 500, kemi një rritje, ashtu që diskutova gjatë segmentit të parë të podcastit që patëm një rritje graduale të qëndrueshme gjatë javës të kaluar. Përpara asaj kemi pasur një ritestim të kësaj zone të 6500 që është mbajtur si support dhe kemi filluar një rritje të mirë të qëndrueshme javën e kaluar në thyrje të strukturave dhe pastaj këtë javë ka vazhduar kjo rritje pak a shumë stabile, por me një shitje të premten nga frika e çfarë do dali këtë javë që do vi me normat e interesit. Unë do toja këtu që një ulje deri te zona e 6700 ose dhe deri 6000, do të thoj 6770, 6800 deri te zona 6700 do ishte normale për një ritestim, një support tjetër nga investitorët dhe pastaj një riblerje për një çmim më lart. Po shtyu deri te 7100 që unë po shikoj shumë me mundësi të larta tani, që kemi thyer strukturat, po shtyu deri në këtë zonë, atëre me portofolin tim mund të bëj 3 fishë, mund të bëj edhe 10% të tjera, që mund të na çojë portofolin në një shifër këtë muaj deri në fundi muajit diku te 15 deri te 20% që mund të profitojmë me tregun e aksioneve. Duket okay, por kemi disa rreziqe që unë do t'i muloj këtu. Rreziku parë është që mund të jemi në një farë që quhet distribution, kjo është një periudhë që institucionet fillojnë që të dalin gradualisht nga pozicionet. E do t'ju tregoj diçka këtu që kemi qenë në këtë lloj vale dhe po shkoj për lart, mund të bëjmë diçka të tillë dhe të vim për poshtë. A kuptoni? E bën që nuk kemi ndonjë rritje shumë të rëndësishme këtu dhe për një periudhë të gjatë mund të qëndrojmë te mesatarja. Momentalisht jemi pak mbi mesatare, por kemi një periudhë që nga shtatori që tregu ka qëndruar nën kësaj mesatare, këtë vizë që unë kam vizuar tani, ose pak lart. Tregon një treg që nuk ka trend. Nuk është një treg si ky tregu këtu që mesatarja ka qenë në rritje. Këtu, nga ky momenti në maj, 8 maj, ka qenë në rritje. Tregu dhe mesatarja ka qenë në rritje. Kjo është një nga frikat e mia për tregun që do bëhet disa falso dhe ka mundësi shumë të madhe që mund të bëj këto falso përpara se bën një crash të madh, edhe po I bëri për mendimin tim është okay, ne mund të seleksionojmë ide më të mira individuale, aksione individual, jo indeksin, ta trajtojmë indeksin. Këtë bëj unë dhe këtë gjë kam bërë duke përfituar nga disa ide si TMC-ja që më ka ecur shumë mirë, Tesla këtë javë ka ecur shumë mirë, Intel përpara 2 javësh e kemi tregtuar dhe ka vazhduar të ecë mirë me një shitje të premte që ne na detyroi që të dilshim edhe të shisnim një pjesë të mirë të profitit. Dhe anëtarët e Discordit kanë pasur mundësi që të performojnë në të njëjtin ritëm me mua, duke kopjuar dhe duke përdorur idetë mia. Jo vetëm tregtimi që un kam ndarë aty
me transparencë totale, por dhe ide të tjera dhe analiza të tjera, duke përfituar nga lëvizje të ndryshme që ato kanë gjetur dhe vetë me në sektorëve që unë kam diskutuar dhe grupi unë ka diskutuar.